Hoq, Po. kish me shku në pjesën e dytë e kam edhe një hoq që mirët me rukje. Po. Vjen nga Fushë Kosova, është një mik e emisionit tim. Në rregull. Edhe me pose si bëhet dhe si trajtuan njerëz kur vinte me bë rukje tek ai. A e ftojmë? Pa Me problem. neve sonte është hoq Besfort Berisha, e mi prisme me dorë të gjyqe. Mirë mi se edhe, faleminderit shumë që edhe Besfort. Faleminderit gjithashtu. Është hoxha. Aleikum selam. Elhamdulillah. Besfort, faleminderit shumë që edhe edhe pse Faleminderit edhe juve. sa të ke posë një tem shumë me rëndësi, po e ka analu për shkak të ftesës. Faleminderit shumë. S'ka Unë jam përse, mirënjohës. faleminderit edhe juve për ftesën. Jemi të diskutuar me hoxhën një temë shumë të ndjeshme, po kur erdh tema dhe fjala tek rukjet, po ta dëshiroj me qenë aty prezant edhe me diskutu rreth kësaj teme. Në fakt, si bëhet një rukje hoxh? Si e trajtoni ju? Në rukje islame, normal secili hoxh, këto kam thonë edhe në rrjetet sociale të mia që i kam, bëhet secili e ka një mënyrë ndryshe nga tjetri, por çdo herë mrena ligjeve të Kuranit edhe ligjeve të hadithit, pra të pejgamberit alayhis salam. Kështu që ato që janë bazë, që është më kryesorja, do të këndohet Kur'an. Pastaj shumë është e dobishme edhe shumë e preferuar nga secili dietar që atij që i këndohet Kur'an edhe me këshillu goxha shumë. Dhe pastaj mënyra tjera që i kemi përmend edhe ndoshta edhe në emisione tjera që janë disa për shembull po e zëm tortura, mënyra e torturës ose mënyra e secili pra që ka të vetën, kështu që ajo dallon nga personi në person tjetër, nga hoxha pra. Për shembull, nëse unë e kam mësuar rukjen të një dietar, një nxënës që është bashkë me mua, ai ka kuptuar më ndryshe edhe mundet me praktiku pak më ndryshe. Po për shembull si trajtoni ju njerëz që vinë për shembull, a e shihni çdo njeri domethënë që vjen aty se mënyrën se të veshjes, apo kupton? Çka për shembull nëse një rukjexhi e sheh një femër pak si zhveshur, edhe vjen aty me bë rukje. Unë nuk besoj që një femën, pra mëse është tema që aty që ti po e thu, nuk besoj që një femën shkon e zhveshur për me provoku dikan. Se kur shkon te hoxha, shkon me një hall, me një dert. Është vërtet. Pra, nuk shkon me atë mënyrën, normal nuk janë të gjithat me mbulesa, nuk janë krejt djemë të shka vinë, nuk janë me mjekra, ose me pantoll të shkurt, ose diçka sikur në pamje. Mirë po, mjafton me besu që Allahu po e shëron atë person dhe kaq mjafton. Pra, është fjala si bazë. Pastaj normal me konë mbulesë më mirë, me konë që din Kur'an më shumë, vet ai që ka nevojë për rukje, hala më mirë. E kështu me radhë. Po për shembull si do të trajtohet një pacient kur vjen atje, domethënë ai kërkon një emrin, mbi emrin, nga vjen për shembull se hoxha më herë thaj. Unë personalisht nuk ja kërkoj emrin edhe mbi emrin askujt hiç, ka bile po ose numrin e telefonit se publike po që këtu edhe po duhet dalë të gjitha. Unë personalisht nuk i kërkoj emra dhe mbi emra hiç. Ka prej tyre që unë i kam shok se me atë ai person i cili vjen te unë mbetet edhe i njofshëm ose si mik me thon. Kështu që ndodh shumë herë kaloj në nashta muje dhe si a di emrin. E takoj selam aleikum aleikum selam, hoxhia je mirë, më përshëndet krejt, nuk më kujtohet emri. Kështu që nuk është patjetër me ja ditë emrin ose me pyet. Por ka person, ka hoxhallar që e merr ndonjë evidencë, për shembull u kon Sadri Meri për rukje dhe shkruan Sadri Meri se i vyn ajo, edhe është gjithçka në rregull. Po çka mendoni domethënë për raste të tilla që po ndodhen fatkeqësisht domethënë që i ka ndodhur hoxhës, po edhe më herët që potencoj hoxha që ka ndodhur në vushtri domethënë kemi po her pasire që ka ndodhur si raste, domethënë jemi dëshmitar kësaj që ka ndodhur her pasire. E kuptoj edhe e di që me të vërtetë në trevat shqiptare, jo vetëm në Kosovë, ndodhen shumë keq përdorime, kanë ndodhur. Mirë po nuk do të thellohna edhe nuk do të flas për ndonjë person, për ndonjë individ, përveç se mund ta shpjegojmë se vallë si bëhet rukja edhe çka është ajo kryesorja. Pastaj kush del nga për të kësaj që është më bazë, normal që e ka gabim. Po është domethënë kur një person vjen atje, domethënë Besfort, a duhet me qenë patjetër vendi privatësi dhe në tem kur bën rukja, bën me qenë për shembull dikush prezant. Për shembull, unë e kompru nonën ose gruan ose çikën e hoxhës, a bën me qenë prezant aty kur ti ikna në rukje? Të gjithë hoxhallarët
të gjithë po tham, ata të cilët janë të ndershëm edhe janë që se nuk mundesh me kon hoxh pa e ditë këtë çështje se nuk lejohet vetmia. Me u vetmu një femër. Domethënë patjetër duhet me qenë dikush. Një femër edhe një mashkull nuk bën. Pra hoxha me një femër vetëm nuk bën me u vetmu. Kështu që ai i cili vetmohet normal që nuk pranohet. Nuk është e pranuar në sipas fesë islame nuk është. Unë nuk po muj tash më thon unë i kërkoj falje hoxhës këtu në fjalë që e kemi prezent, Allah e rujt, se unë kam respekt për krejt hoxhallarët, edhe unë kam pas dëshirë të madhe që rukje gjitën me zveti me bën një bashkim që me pas shumë përkrahje në njëri tjetrit dhe me rujt cilësinë e njëri tjetrit edhe me rujt me bë pra më të mirën për popullin, por fatkeqësisht ka prej tyre që shumë herë nuk ndodh, ka prej tyre që kemi respekt dhe raporte shumë të mira, por jo të gjithë. Pra vetëmia. Unë kisha veç pak mund të lidh te këto që tha kolegu, se tash po takon për Për shkurtimisht se kam një ekskluzive diçka, ashtu prit dikush. Në rregull. Unë kisha me thonë që me që mirën me këtë fush, është mirë që të përpilohet një formular, sepse ka mundësi dikush qëllimisht me të shantazhu, me të provoku, e pret, sikur që në ka Piçadriu, emrin mbi emri, numrin e ftimit edhe një nënshkrim që ka me dëshirë e para, sepse kom jetu thash 10 vite jashtë Kosovës në Evropë dhe kjo ndodh edhe për ata që bojnë një qa, që faktikisht më ka rastis në Kosovë, kom hy do më thonë në një xhami me fal namazin në Prishtinë, edhe shoh hoxhën duke ngo, eja mundesh mu bëti dëshmitar. Para mendoni se sa ulet trajtohet Islami, ta gjoj dikon kush është prej musafirëve të bëhet dëshmitar se ka nërë një djalë dhe një qik mu martu. A ka që thjesht qenë ka kjo? Edhe të rukja është mirë që për me qenë sa ma transparent, me i marrë të dhonat e personit, një që edhe nesër me u akuzu nga çfarë do institucioni, ose shkolle, ose familjari, mi thonë që personi fjalë ka qenë me këtë datë, është trajtu, ka qëndru kaq minuta dhe ka dalë. Për ndryshe unë mendoj se këtë si rezultati këtyre prishjeve të familje që po vinë, ndoshta ka edhe gra që vinë qëllimisht me shkatru jetën një imami. Po unë do më thonë për shtaj bëna dallimin me hoxhën dhe kërgjisë. Unë personalisht mirë në merukje parafërsisht 10 vite intenziv, pra që ju merë merukje ma shumë. Edhe ma herët ju më konë ma rallë edhe jo shpesh, ndoshta veç me i njofsh. Këtë regionin e Fushkosovës besë është ma i njure. Jo, unë elhamdulillah jam i njofsh shumë në krejt trevat shqiptarë. Për mirë o vjolla? Po. Ja, për rrethinën tonë do më thonë është ma... Po, unë kam shumë njoftësi edhe kam shumë besë edhe kam shumë njerëz të cilët më besojnë ma shumë. Pra unë nuk du me i bo publike kur farë mesazhe ose kur farë diçka, rukjet që unë i bëj në shpjetem, në banes, edhe i bëj në familjen tem, aty unë jetoj. Unë nuk kam një dhomë të caktune, hajde ti për rukja dhe mos të më pego familja, se unë kam u vetmu me dikan, jo. Ka me ardha aty edhe është gjithë shka në rregull, pa kur farë problemi. A i këna kështu të më thonë rukje dikuj në përmjet telefonit? Kur është njerë. Pse? Unë nuk du, për mua është ma letë që tash me shfryzu rastrin edhe me thonë jo se ata që aknojnë përmes telefonit e kanë gabim ose diçka, thjesht e lejune është, po mu më do këtë ma e kotë kjo për shkak se s'ka efektin e duhur. Pra unë përmes telefonit kur asë njerë se kumë preferit. A më falni veç një minutë se tash po më shkru në është një banor i fshatit Drabesh, edhe do mu lidh me rastin tanë, do më thonë është nëse s'gabojnë nga Franca, që shtu më tha ma dërgoj numrin, më tha me thirë. Në rregull. Ka diçka më në thonë. Qut bekim edhe ftoj regjin me thirë. Alo, përshëndetje bekim. Përshëndetje nderuar Sadri. Jam Sadri Meri prej emisionit Këshia Show. Po vje mirë që po flasmi. Gjithashtu, gjithak po vje mirë. Nëse s'gaboj se e kom pollë një koment uaj ndikon në Facebook, nëse s'gaboj te Vitia Live, ti e prej fshatit Drabesh, komuna Vitinza, po? Eksakt, po. Edhe po jetani në Franca, po? E vërtet, po. Unë sonte e kam hoxhën Fen Dragusha, edhe po besoj këtë dëgju për rastin e tij, domethënë që sipas tij po e akuzon hoxhën që është imam në Drabesh, në fshatin Drabesh, fshatin tuaj,
që i ka marrë zhgruan. Çka kemi thon lidhe me këtë rasti? A ke dëgjuar dhe si e ndje si banor? Vërtet është një lajm për më të keq, pikëspari kur vjen për një imamit të xhamisë tonë. Spari përshëndes hoxhën i cili është prezantator në studion e juaj. Përshëndes edhe ty Sadro. Faleminderit shumë. Është shumë e vërtetë që ky rast më ka habit për skeçt. Me të vërtet një imam i cili thret për mua sipas mendimit tim gjithmonë, i cili thret në moral dhe hutbe të xhumas që gjithmonë kur ish atje në Kosovë, i kom përcjell me vëmendje ligjëratat e tij, edhe sidomos kur flet për sa i përket moralit apo imoralitetit, që quhet edhe zina e tjerë, është për mua ishte një hoxh dhe për të tjerët një hoxh i mirë. Por me këtë rast, sipas mendimit tim, ai hoxh nuk e meriton të jetë më imam në fshatin tim. Pa a keni me marrë ju a keni me marrë beke, a keni marrë na iniciativë ju si fshat apo a keni thonë diçka kryetorit të fshatit t'ju me marrë na iniciativë për me largu apo diçka. Nëse është e vërtetë, gjithmonë sipas asaj që po, absolut. Na e kemi ndërmend tash me organizu me këshillin e fshatit, se kur isha në Kosovë kam qenë edhe unë një ndër ata që isha në udhësinë e fshatit, por ja që tani jetoj jashtë dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me këshillin e fshatit dhe do të marrim një iniciativë edhe për momentin për suspendimin e këtij hoxhe që të marr pjesë si imam në qatin tonë. Pra keni me largu apo? Sigurisht që po, se me këtë çfarë ka ndodhur, nuk besoj se një imam i tillë me gjeste të tilla dhe me vepra të tilla i kontribuon për së miri apo pozitivisht komunitetit të fshatit tim apo dhe ndoshta fshatrave të tjera që mund të ndodhin gjëra të njëjta. Ju jeni Bekim, mbi emrin Bekim? Bekim Ahmeti, po. Hoxha ki diçka për Bekimin, po thotë që na kena me marrë iniciativë bashkë me këshillin e fshatit për me largu hoxhën në fjalë apo me suspendu. Unë çka kisha me thonë se vjen pak i emocionuar, kupton, është shumë e rëndë ky rast që ka ndodhur. Tash ajo që kam kërkuar që një vit e gjysmë kon që kë mu përjashtu sa më shpejt, po fakti që është mbajti mbyllur nga njerëzit që thirrën në moral, kjo më ka godit mu me shumë thika pas shpinës, se është mbrojt domethënë si skandal nga kolegët e tij, sidomos nga kryesori që e udhëheq këshillin. Për mu veç kisha pas dëshirë se pa me Bekimin që mi thonë që secili banor le të ndjen dhimbjen time sa do me thonë një hoxh që duhet me kanë model për fshatin, për vendin, për shtetin, mu qudhe me shkatru një familje vetëm se po kom qemi bu 2 gra. Pra për kërkën se cilit banorët e fshatit Drebesh me qitë vetën në pozitone. Tim për shkak se nëse i ka ndodhë fejimit, do t'i ndodhë se cilit banor aty. Sepse unë e di dhe jam i bindur që pas një vit a 2 ajo martesë do prishet. Sepse nuk len Zoti me bukë si zullumi. Thash edhe ma heret, njerëzit na ka mësu pejgamberi që duhet me ndihmu dhe me ndalë të keqen. Unë prap pyes si ka mundsi gjitha xhallar, 2000 xhallari ka Kosova, nuk ka mbajt ende në asnjë xhami një ligjërat gjithëpërfshirëse që me pas kujdes se si po i trajtojnë pacientët. Me që jeton në Francë din shumë mirë, unë e kam botu një libër së bashku me një pastore në Zvicër se si mi trajtu pacientët në për spitale. Nuk lejohet ty me pacientin me pas asnjë raport shoqëror. Ki me trajtu, po them, do me thonë, ballafaqimi me nevojat shpirtërore në spital. Edhe njerëzit që shkojnë te një hoxh me urrëfy, me ndo problemin emocional, çka do që i ka ndodhur, do të marr me rezervë. E para, e dyta, ky guxim i teprum nga hoxha i Drobeshit është një diçka që është qusuj genere që s'ka ndodhur askund dhe ashtu qysh je ka njollos emrin tim dhe emrin e miqve të mi, jam i bindur që ka njollos edhe emrin e fshatit Drobesh dhe ky do të mohet men për
dekada do të bëhet me. Sa më gjatë që ta mbani këtë në xhami, edhe pse për mu që nuk ma lëndon zemrën, nuk ma shëron zemrën, sepse thash prap djali jam do të rritet, do të martohet me lejen e Zotit, po do të jeton gjithë pa nonën e vet. E do të thonë, nëse ju e merrni këtë hap, të tjerë do të ruhen edhe më shumë. Bekem, kur do të filloj kjo iniciative juvja? A keni ndaj? Besoj të dhe shumë shpejt se kur edhe hoxha e ceki, sa i përket moralit, më që shumë të pritet kur një hoxh, një imam i fshatit apo kudo që tjetë prezent, ai prezenton si pas pesë që unë islame edhe moralin, që është pjesë e pandashme që shtison, e përderisa ky hoxh, ky imam, nuk mundet ti kontrolloj epshet e tij, besoj se edhe mësim leximi i Kuranit sa i përket fëmijëve tanë që marrin pjesë në xhami, e sidomos gjenia femrore, edhe pse janë vajza të reja, besoj se edhe kjo ndikon negativisht në komunitetin tonë, se përderisa ka ndodhur çfarë ka ndodhur, mendoj se është rrezikshme edhe prezenca e fëmijëve tonë në xhami, përderisa ai imam mundet të bëj kushet e se çka tjetër. Veç kisha po dëshirë Bekim falni, ju lutem mos ta çuni masi më masozh. A din spako që të dy emërtime nuk i meriton me i pas. Sepse une nuk jam, nëse ai thirret, nëse Islami i tij është kështu, atë s'du me qenë, nuk e përfaqësoj që të Islam tina. Ai tham prap është një rukjegji, që pi themi në gjuhën shqipe medicinë alternative, që ma ju e dini shumë që ai mirët me patëshmërie, me sene, me këto, po nuk ma pakta që duhet tash është me aliu ati fmit, e vajzat e këtu me eduku, sepse nuk e bart mu ai atë graden për me qenë shembull as për banorët e ju, si të fshatit, që unë ju kërkojnë ndjes, se ndoshta thot dikush kush është ky hoç, pas ka qenë burr, këto kanë qenë atë për mua një goditje tjetër, se ti pas ke qenë burr me mojt këtë grua, kjo tash apo një zvete më shumë. Vërtet kjo është shumë lënduese, dhe këtu shihet që si popull, edhe kur e kumbo këtë libër që i ka 510 faqe, do me thonë i ka marrë 16 vite, e ku studiu popullin shqiptar, edhe ku vrej që na i kemi 3 mangësi, që na nëse duhet me qenë zhvillimor në tarmen produktiv, duhet me qenë vetë kritik. E para është, gjatë tërë historisë, shpion lëkën e kemi bërë falas. Në asnjë vend të botës nuk ka që nyt luftetar, pi vetë njerëzve të vetë, kjo ka ndodhur në Kosovë. E dyta është, për shkak të namuzit ose të moralit, gjithherë fajnja kanë lënë megjave. Ndoshta edhe mu, që nona ime ka brengë se mos po dhron dikush, i kam thonë non, unë vesh një do të zes. Por nëse vritim nga ndonjë rebel i këtina rukjegjie, për me mbrojtaj veten, do ndihem krenar sepse për ndër e ku ngrit zonin që krejt ata rukjegji, do me thonë me u dridh nëse vetëm i shkomendja me ke shpërdor një vajzë, dhe për atë po them, kjo është mundu me më qujtë me mjëllos mu, si pa moral shumë, e ka dhunu gruën, i ka bëdhun psikologjike, e ka bë këtë, e tash, mirë, nëse ti pas ke dëshmi, atër ti pas ke pos pun me gruën time. Dhe e treta, qallëmi, që në ka bo që ti ki parët ti do ta marrësh këtë pozit, dhe ne dim që gjithë burrat kanë thonë, udhën e prishin 2 lloj njerëzish. Ata që dinë dhe nuk i jepet fjala, dhe ata që s'dinë dhe e udhëheqin e marrin fjalën. Këto janë 3 meta që i ka populli shqiptar. Bekem, falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit sonte. Urojmë edhe shpresojmë edhe një kërkesë ta hasni atë iniciativë sa më parë, po. Kisha pas dëshirë se dhe këto momente përdesa nuk respektohem si hoxh i domethënë diplomuar nga anëtarët e Këshillit Vitis, kisha pas dëshirë që edhe këta fillojnë t'i bojnë jo për me ma bë çefin mu. Se ndoshta ky lajm do të përkthehen në gjuhën frenge, do të përkthehen në gjuhën gjermane, në gjuhën angleze, djen nga Brunei. Un kanë shkruar se çfarë po ndodh me ty tash se ka dalë ky lajm djathtë, domthonë përkthehen gjuhë të tjera. E sadopak bekimi këtë rast ose përfaqësues të lagjet të fshatit, se un kum dëgjuar që as komuna e Vitis nuk ka raporte të mirë me këtë këshill. Na duhet me pasën pozita ky që njerëz që i kontribuojnë vendet dhe dheut. Edhe bekimi që është jashtë, edhe unë që kum qenë jashtë,
nuk na ka qitë, s'kena shku pi qefit. Po, pizore, Kështu po. që edhe këta le ta kërkojnë, ta morin llogari Husamedin Hoxhën. Nëse Husamedin Hoxha ka presion nga Bashkia Islame në Alt, le të bëhet burr le ta tregon pse deri tani. Nëse për shembull ja Pastrofuri, një që ka spithomi dyshuar, që ka bë veprën, pas ka mjete as më dha për me i pagu, le del burr le thot, bile le del me nder, se po të isha aty do t'i kisha shkarku të gjithë. Faleminderit shumë Bek, që ishe prezant. Faleminderit për juve, faleminderit Sadre, kalofshi mirë, inshallah ky rast veç edhe përfundon ashtu siç është më së miri. Përshëndes edhe njerë Vogjën, prezant që në studio, gjithat mirët për juve. Faleminderit shumë, faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit shumë, mirë poshmi, faleminderit. Rikthehemi tek Hoxha Besfort. Po. Hoxh, çka keni mesazh për kolegun tan Fem Dragusha në këtë rast? Me qenë se është këtu prezent, une shumë me bindje të pastërt edhe me sinceritet, po thamë se kjo është një hoxhë hala më i shkolluar se unë, shumë, edhe nuk është që kam në ndonjë mesazh më të madh se ky ku ka konsultuar edhe me hoxhën Shefqet Krasniqi, kështu që në këtë rast nuk kam diçka me shtu. Çka e kishit këshillu ju si rroki? Është hera e parë që na po shihum edhe po rrim sot pra që po takohemi këtu. Ndërsa tjetrin që u përmend nuk e kam taku asnjëherë. Kështu që nuk muj me thonë në bënja qështu ose qashtu, përderisa aspektin fetar ky e din. Ky edhe ka shkru libra, ndërsa unë asnjë libër se kam shkru deri tash. Kështu që unë e mirë na vetëm me rukje, unë muj me. Përnaj mesazh për ata që bojnë rukja, kina mesazh me drejtu atyre? Qëre, Sadre është puna që personalisht mendoj se njeri ka shumë rëndësi me këshillu veten mas shumët. Unë veten. Kështu që unë e këshilloj veten edhe kum këshillu çdo herë dhe ju më koni bindun se çfarë rrugë po e marr me rukje e pastaj kum fillu. E di se ka njerëz që thojnë hajde të unë edhe ta mësoj rukjen, pra janë disa në vende të ndryshme, këtë unë e kisha quajt gabim, për shkak se mëson një rukjen dikush edhe nuk e mëson fenë. Shumë herë dikush nëse më ka thonë pe djemve të ri ose pe hoxhallarëve të ri që vetë sa e kanë kry me drezën, mëso më hoxhë rukjen në praktik. I kumë thonë jo, shko mëso fenë të rukjen veç jetu e ditë. Pra, mësohu njërë t'jesh burë, mësohu njërë t'jesh njeri që mund është me i kontrolu ndjenjat. Të unë e vini njerëz edhe që janë me ndjenjat dobta. Për shembull, ndarë janë mes qifteve ose të kirinia i fejuni më kalon të vajzat, ose e fejunja, ose u dajtu me tjera. Edhe, qka me bo se s'po muj me harru. Unë i thëmë, jena krejt njerës, qka egzistojna, jena dy loje. Loje i parë, në qëtë aspekt është fjalla, është që ndjenjat po të kontrollojnë ty. Edhe lojë dytë ti do të me i kontrollu ndjenjat. Ti të zgjatë ti cilin po do në me marë. Nëse ti mund është me kontrollu ndjenjat tua, ti normal që mund është me kontrollu gjithçka për rreth teje. Po nëse ti veten s'mund është me kontrollu, atëherë nuk ke pse me ekzistu si me majt bajrakun për diçka. Po, bezdesh ta mund të lidhet me një pyetje që është pyetja e fundit, po besoj personte, a ka prej këtyre rukjegjive fatkeqësisht që bojnë edhe magji? Se Hoxha pretendoi më herët që ai nashta ka pas mundësi me i bë edhe magji. Pak të kështu e ka thonë edhe përmjet. Kisha pas më dërhyj për shpak që... Sadre, të kom thonë edhe ma heret, po edhe po të thamë edhe publikisht, në këtë temë mos më shti, për shkak se nuk e një asë njanin. Unë kam respekt shumë. Ja kam fjallën, ako njerë stil, po. Po, për vazhdoj edhe përgjigjen, po duke urujt, duke kursy veten për arsye se nuk është se mujna me bo një zgjidhje. Do më thonë, unë muj me ndërhy, muj me fol aty ku muj me bo me lanë shaj është. E vërtet. A ka rukjegji që mirën edhe? Kom dëgju shumë raste që ka se kanë fillu si rukjegji e ka përfundu në mënyrën më të keqe. Ka këse njerëz, po përderisa nuk e kam bajrakun në Bashkësisë Islame, unë s'jam në Bashkësinë Islame ason, fatkeqësisht se unë respektoj shumë Bashkësinë Islame. Mojnë është ta mos mi dasht një njeri aty që ekziston, sikur qeveria. Qeverinë e dojnë atë gjithë, por mojnë mos mi dasht një njeri që po qeverisë. Që po dhejsh për momentin, po. Kështu që me qenë se nuk e kam unë mundësin me ndërhy diçka, atëherë s'moj me folë. E vërtet. Kjo është. Po, kisha pas me dëshirë se, do me thonë,
Ne dim shumë mirë, kur kemi fillu studimet vitin 2002, pas që kemi kryu kursin e gjuhës arabe dhe gjuhës angleze në Universitetin e Brunejt, kemi qenë dhe student nga Kosova, dhe normal që ata kanë qenë profesor akademik dhe kanë të regu sepse ka prej disa djetarve që kënë se lejon me bashkëpunu me e gjenë, po realisht mendimi bazë djetarve që nuk lejohet me bashkëpunu me e gjenet. E kuptan. Momentin kur ti e merr guximin, bashkëpunu me gjenet, mundesh me manipulu me çfarë do personi në momentin kur ti do me realizu diçka tani dëshirë me dëmtu dikon ose me bu diçka për vetit. Jo rastisht ka ardhur në Kur'an që do të thonë Allah ka përmend yufarriqun al-bayn al-mar'i wa zawji. Pra për mi nda dy veta, do të thonë që duhen bashorti për bashortes ose për mi bashku dy veta që as nuk përshtaten dhe për këtë qëllim kur ndodhin këto raste, sidomos sot në Kosovë, edhe dje përmena në debatet ku e patëm në duke që edhe pse jemi me përqindjet 85, 95, ke nuk duhet me na bu neve shumë krenar, sepse nuk kemi praktikues të fesë. Sot mundesh me pa shumë mirë se sa din fenë islam me njerëzit, edhe për aty që din sa e praktikojnë, edhe për aty që praktikojnë kur kanë ndonjë dëshirë prapë aty bëjnë shine, unë them që këta janë njerëz manipulator, po them për shta rukje gjitë që bëjnë jo krejt, fatë janë shumë pak, që bëjnë keq përdorime, po dëmet e tyre janë të mëdha, pra janë manipulator që e kanë gjetë mënyrën e vetme për mi shfrytzu njerëzit dhe fatkeqësitë e këtyre njerëzve në nevojë dhe për mu pasuru materialisht e kanë gjetë një rrugë më të shpejtë. Do të them që këtu do të ne pas kujdes, edhe shteti që mi pas kontroll, mi avleju që këta le ta bojnë biznes këtë punë, edhe le t'i bujnë ordinancat e tyre, le t'ken formular, le t'ken kupon që t'i pagun, edhe del dhe kushton kohës të jakë shumë në radhë, sepse ka dhe argumente nga jeta e Resulullah s.a.s. ku dy sahabe kanë kalu pra një fshat, edhe kjo hadith ka në Sahihun e Buhariut, që të parin e ati fshatit i kanë ka qenë i smur, i kanë këndu Kur'an, edhe nuk ka qenë fare besimtar, dhe si shpërblim kanë marë, nëse nuk ka bëj dy dele dhe normal ja kanë tregu pejgamberit dhe pejgamberi asam ka ish. Në kupton që lejohet me marë si me thonë, një pagesë për shërbimin se fjala vjen dikush bën rukje, edhe ne e dim shumë mirë që kur bën rukje, ai mundet me vjell. Dhe kur ta ndyt që të pe ose që të kauç, ti duhet me la që kauç. E vërtet. Tash ti kur ta lash duhet me pagu ato. Për këtë qëllim, Resulullah ka thënë la dharu la nuk ka as dëmtim reciprok, po ju me çmime marra mend se siç ka vepruar këta. Këta e përfund që kisha më thonë është që prapë po them i bëj thirrje bashkisë islame që të marrin masa, se prapë po them u preka shumë nga ai mesazhi kryetarit të Këshillit Vitis, sa injorus, sa domethënë as nuk distancohen, as nuk e shohin si vepër ma kapër që ka bënë një hoxhë tyre, me një farë forme këta vazhdojnë me atë avazën e tyre, nëse je i fortë ja dalësh, nëse si i fort ai do të vazhdon aty. Po elu Zotin që kjo ta shkej në fund të merr mosa edhe shuroj më shpejt me përfundu si është mas mirë. Ju falenderoj shumë që keni gjetë kohën në mundësinë, më shumë spej lodhe. Një ndeshësh. Faleminderit shumë. Fem Dragusha, faleminderit shumë që ishe. Dhe ndaj këtu me neve, faleminderit shumë Besart Berisha. Faleminderit edhe shikuesve që na ndoshët, natën e mirë ka qenë për sonte, shihemi javë tjera sigurisht.